Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Plus Minus 18. Sot do të flasim për festat e fund vitit. Në fakt kanë nisur, edhe pse do të kulmojnë me natën e ndërimit të viteve. Ka shumë festa këto ditë, rrugët e Tiranës janë plot me vajzat bukura djem që dalin pas diteve dhe sigurisht që dominojnë të rinjt. Por si festojnë fund vitin të rinjt shqiptar? Festojnë sepse kanë vërtet një lloj gëzimi, lumturie, apo sepse ka një presion shoqëror për të dukur të tillë. Do ta diskutojmë me panelin e parë, si gjithmonë, dhe janë 3 vajza shumë të bukura nga Gjimnazi Qemal Stafa dhe kam kënaqësinë t'i prezantoj në këtë momente. Alesia Aliaj, faleminderit që je në program. Mirë se erdhe. Altea Tomori, Altea, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Dhe Era Skënderi. Përshëndetje. Dhe përshëndesum ty Era dhe faleminderit që je në program. Jeni gati për parti? Gati. Tani më thoni pak, përveç se bëni festa, nuk e di do t'i pyes me detaje, po si nis përgatitja juaj? A shpenzoni ju për veshje, blini rroba të reja, dilni për shopping, aksesor, fustane të kuq, këto gjërat klasike që blien për fund vit? I bëni këto përgatitje? Viti shkollor në Qemal Stafa u finalizua me një super ballo. Edhe po, ishte super, ishte një natë shumë e mrekullueshme edhe këndshme dhe sigurisht që edhe shpenzimet ishin të pranishme, sepse kishim pjesën e grimit, fustanit, takave, aksesorët. I blet të gjitha, që do t'i përdorni dhe kur dilni në ndonjë darkë ose... Besoj se po. Nuk jeni nga këto që blini një veshje, keni postuar në Instagram dhe nuk e vishni më? Jo, i ricikloni. 2 herë maksimum i vishet. Të treja blet, të treja keni blerë që nga takat? Po, jo të gjitha. Fustanin e bleva, takat, çantën dhe make-upin e realizova vetë, po kjo nuk erdhi pa kosto se na duheshin materialet. Po, absolutisht. Prindrit ju mbështesin në këtë raste. Po. Edhe e zënë në qofë se ti veshin tënde ose ndryshe fustanin e merë me qëra, ose nuk e blen, prap të shkone e koste, ose do që të dukesh bukur, në base më bukur se të tjera, që dalë sa më mirë dhe të tjerë sa më mirë. Edhe të bëjmë sa më shumë foto. Po. Kjo është qëllimi. Po, dilni edhe për të bërë vetëm foto, pra është një ndër objektivat kryesore. Dalim për të kënaqur, por si që thatë edhe ju, një ndër objektivat kryesore, po, janë dhe fotot. Të jeni të treja aktive në rrjetet sociale? Po. Në Instagram më shumë, apo TikTok? Në Instagram edhe TikTok. Këtë dyja. Nuk keni dalë asnjëherë dhe nuk e keni dokumentuar një dalje tuaj? Jo, bëhen dhe dalje tima. Kemi dalë dhe pa dokumentuar, se është ajo idea që ti të dalësh me shoqërinë dhe ta shijosh, pra të jesh aty brenda në moment, jo çdo gjë duhet që dokumentohet ose të kapësh foto në mënyrë që ti nxjerrësh në rrjetet sociale, sepse nuk është gjëja më e rëndësishme, por është si tip një kujtimi që ne e mbajmë. Shumë dakord me Alesian, po është e rrallë. Kjo pjesa që dilet dhe nuk dokumentohet. Po ka një lloj frustrimi sepse në momentin që ti dokumenton gjithçka, duhet kesh dhe imazhin perfekt, dhe grimin, dhe veshjen, këndin e duhur, drita, ku diun, domethënë se keni problem. Është pak e lodhshme si proces, por që bëhet me gjithë qef. Këtu pastaj te dokumentimi bëjmë edhe një ndarje, dokumentojmë për t'i patur për veten vite më vonë apo për të postuar. Për shembull, unë personalisht, parim personal, dokumentoj çdo gjë që bëj, po jo me qëllimin për të postuar, po për t'i patur aty. Ndaj edhe nuk mundohem asnjëherë të arrij perfeksionin, edhe pse nuk arrihet kurrë. Sa follower keni në Instagram? Në këto rrjete sociale? Keni shumë? 530. Jo, ideja postoni për ata, apo sepse në grupin tuaj në shkollë, për shembull, është më cool ai që ka postuar, që bën një jetë më aktive, që ty shikojnë ata. Them të drejtën e gjeneratën tonë, shifet kjo pjesa e followersave, por nuk është se e kanë shumë letemi të rëndësishme ose nuk e kanë shumë parimin e tyre kryesor. Nuk ndihet në formën e një trysnie. Po, nuk ekziston një trysnie e tillë. Për shembull, personalisht postoj për veten time, postoj se ndihem bukur dhe mendoj se pse mos ta ndaj këtë moment dhe me të tjerët, po jo se qëllimi im kryesor është që unë ta tregoj që shif kam dalë ose kam bërë. Tani cili është plani? Atë partin e shkollës e mbyllët, hiku njëra. Çfarë do bëni tani? Çfarë keni në kalendarin festiv? Aktivitete jashtë-shkollore dhe duhet të përgatitemi edhe për këto. Personalisht jam pjesë e Dreams House Dance Academy, një ndër akademitë më të mëdha të kërcimit në Shqipëri, që numëron mbi 100 milion shikime në mediat sociale dhe po përgatitemi për një super spektakël në 18 janar në Teatrin e Operës dhe Baletit.
Po, do të përfshihen kërcime të shumëllojshme, do me thënë një larmishmëri kërcimesh, si kërcime popullore, kërcime moderne, edhe jemi duke punuar për këtë, personalisht. Por përpara se të shkojmë 18 janar, çfarë si do të festoni këtë vit? Unë personalisht po shfrytëzoj pushimet për të ribashkuar me hobit që i lash sa po filloj shkolla. Për shembull, dje sapo mbarova një punë dore me qëndisi, sepse mua më pëlqen shumë të qëndis. Vërtet? Po. Edhe dje sapo mbarova një të tillë, por i bashkoj me hobit e vjetra siç janë gatimi, qëndisja, edhe puzzle formuesit, por sidomos piano. Dhe ti je vetëm 15 vjeç. 15. Piano, qëndisje, puzzle. Shumë, më shumë, po jam nga ata njerëzit që provojnë çdo gjë edhe nuk Se zgjedhin bën asnjë. gjatë ditës. Tani si do festoni? Si janë planet për vitin e ri? Krishtlindja besoj, nuk e di se a e festoni apo jo Jo, Krishtlindjen. Krishtlindjen jo. Por për vitin e ri, cili është plani? Çfarë do bëni natën e vitit? Primarisht rrethi familjar. Do me thënë darkën? Po, darkën në me shtëpi? familjen. Ose në qoftë se keni Po, prenotuar në diku, pra restorant, gjithmonë? po primarisht është familja. Do me thënë, bëhet ai shkëmbimi dhuratave, ose shihen ose ndiqen këto emisione tipike që transmetohen gjatë mbrëmjeve festive, dhe po primarisht është familja. Dhe pastaj me shoqërinë. Mëngjesin tjetër me shoqërinë. Mëngjes apo në darkë në orën 12? Dilni në mesnatë, siç dalin shumica që e kanë si tradicionale këtë pjesën, pasi janë darkën me familjen? Pastaj dalin Mund të dalë, po prap me familjen, jo me shoqërinë që në mesnatës. për të parë këto spektaklet e fishekzjarreve. Më shumë për atë, po. Më shumë ose për të dalë, për të ndjerë më shumë ato atmosferën e festave, pra darka me familjen, dhe më pas në 12 dalim me familjen edhe takohemi pak nga pak me shoqërinë, dhe kështu. Diçka mikse, pra Po, dilni, mix. jeni gjithmonë Kombinim, në nënvëzhgimin e tyre, në një farë mënyrë të shoqëruar. Po, Unë personalisht të gjithë pjesën e ditët para ndrimit të viteve dhe ditët pas ja rezervoj familjes. Pra edhe shoqëria ime është e vetëdijshme për këtë që 2-3 ditë para, ditën e ndrimit të viteve dhe ditët pas, unë i kaloj me familjen. Pra festoj ndrimin e viteve me familjen, vizitoj familjarët ose fisin e afërt dhe të largët, dhe mendoj që festat e fund vitit duhet të jenë ditë që na bashkojnë familjarisht, sepse shoqërinë e kemi aty çdo ditë tjetër të vitit. Le të shfrytëzojmë këto ditë për të ribashkuar edhe për të ndjerë ngrohtësinë e festave, se ky është qëllimi. këtë besoj në një farë mënyrë e ke tradit nga familja, është bërë vit pas viti. Është tradit që mua më pëlqen. Unë nga familja adaptoj traditat që më pëlqen edhe një prej tyre Edhe ca vite era, edhe ca vite. Pastaj nuk e dia do shkosh më për vizita. Jo, mendoj që do jesh në gjumë, se do kesh festuar deri mëngjes. Nuk mendoj se do ta prish të tradit. A pini alkol? Konsumoni alkol gjatë festimeve të fund vitit? Jo, unë nuk konsumoj alkol. Me rast. Tregoni të vërtetën. Po, Jo, Po, e pi një gotë. Po. Një gotë çfarë? Bir, ver, deri këtu kemi shkuar. Si ndihesh se je pak 15 vjeç? Jo. Kjo është ajo mosha që nis në fakt nga një gotë, kështu për kuriozitet, për qef. Mendoj se është më mirë që ta provosh kur ti je me familjen, që je me një person që është në survejimin e tyre, po. Sesa ta provosh me shoqërinë ose domethënë ti bësh gjitha me shoqërinë direkt në një moshë të re, se mund edhe mos jetë e sigurt për të. Po në shtëpi nis çdo gjë, nuk është se besoj unë, domethënë paktën edhe. Jo çdo gjë nis në shtëpi. Po kjo pjesa e alkoolit, kuriozitetit, kuriozitetin është pikërisht ai që nis të shoqëria, kurioziteti. Jo, mua më ka nisur në shtëpi edhe falenderoj prindrit e mi që këto gjëra mi kanë treguar vetë, mi kanë parashtruar vetë që unë ta provoj. Ajo që dhe ta kuptoj vetë që nuk më pëlqen dhe është e dëmshme për mua. Pashka se alkooli ka ngilur si tradit e festës vitit të ri që unë do ta mbaj, e mbaj dhe do ta mbaj, po normalisht në praninë vetëm për vit të rit lejohet të pish. Vetëm për vit të ri. Jo gjatë vitit. Këto më kanë thënë edhe mua zakonisht, nëse do të provosh diçka vetëm bëje kur je pranë nesh. Po kurioziteti nxitet edhe pak nga presioni i shoqërisë, edhe kjo është më së vërtet. Po s'keni ndjerë deri tani presion shoqëror? Jo. Nëse je i aftëruash ato karakterin tënde dhe vendoshmërinë tënde në përzgjedhjet që bën, nuk ndihet presioni apo trusnia. Megjithatë, unë kam përshtypjen se çelësi i stabilitetit është limiti. Pra, një gotë me 3 gota është ndryshe. Apo ti e kupton kur e tepron. Kështu që mendoj se nëse ka limite dhe vetë përmbajtje tek secili, nuk ka asnjë problem edhe ta provosh një gotë verë, se është do ta provoni që do ta provoni, është për ta provoni. Kur e keni kuriozitetin shumë të lartë. Po si ndiheni tani në këtë fundvit? Flas në anën emocionale,
keni vërtet të entuziasmin që shfaqni, apo mund të mendoni që e lodhshme tani do rim deri diku pa gjumë, do kemi këtë lloj detyrimet festive që quhen? Mendoj se... Apo e përjetoni me gëzim? Të them të drejtën, e përjetoj pak me gëzim, edhe pse nuk ndihet shumë ajo atmosfera festive, prap mendoj se ka gëzim në atë idenë që mbaroj shkolla, mbaruan atë provimi stresuese, dhe tani ke atë kohën tënde të lirë, po, domethënë edhe kur ti rri vonë natën zgjuar, ose kur thua që ua më duhet të bëj këtë, është diçka që ti po e bën me dëshirë. Domethënë ke një qëllim të tëndin personal, nuk është se është i një detyrim që të vjen nga shkolla, të ngrihesh në mëngjes herët, edhe kur s'ke dëshirë, edhe kur s'jen energjinë e duhur. Se nëse ti po shihoni më shumë fund vitin që vjen me pushime, me festa, relaksin. Po. Dhe pse nuk ndihet atmosfera? Pse nuk ndihet atmosfera festive? Nuk e di edhe mua më zhdukur shumë ndryshe këtë vit, nuk e di për ju, po duket shumë e thatë, energjia shumë e thatë, nuk ka atë energjinë që kam pasur vitet më përpara, edhe për shembull në qendër. Lodrat nuk është se janë aq të larmishme siç kanë qenë më përpara, janë paksuar. Ka një energji diçka më ngec, po nuk... Ky vit me sa duket pas ka qenë i vështirë për gjithë, sepse unë mendoj që mungesa... Ta ndjesh këtë 15 vjeç, nuk e di çfarë do të bëj. Shumë e vërtet. Unë duhet të jem me depresion. Adoleshenca në kohët e sotme është shumë e vështirë se sa çka qenë më përpara, sepse kemi shumë sfida. Shka se njerëzit i shikojnë si ne jam plotësuar të gjitha, ka më shumë mundësi, po dalim, është shumë e vështirë sepse edhe presioni i shoqërisë është më i lartë. Edhe risit janë më të mëdhaja dhe duhet të jemi të fortë edhe të aftë për të përballur edhe për të ruajtur vlerat tona. Ndaj ky vit ka qenë, ndaj ky vit ka qenë, mendoj, i vështirë për gjithë dhe njerëzit janë aq të lodhur dhe aq të fokusuar në punën e tyre ose ne në shkollën tonë, sa kemi harruar të ndalojmë, të bëjmë një pauzë të vogël edhe të kuptojmë që koha po ikën, duhet ta shijojmë pak më shumë. Pra ju jeni tek pjesa që reflektoni shumë me sa shoh. Në fund vit bëni bilancet. Si u rezulton ky vit në arritje, pra një lloj bilanci i fund vitit? Si e keni këtë raportin me veten? Jeni të kënaqura me veten? Po. Për këtë vit, për arritjet që keni shënuar? Personalisht pritshmëritë janë prekur, por nuk janë plotësuar totalisht. Po pse? Ke dole ti apo? Jo, janë prekur në kontekstin që me të vërtet kam arritur gjërat që doja, të paktën një pjesë të tyre dhe jo masivitetin, por që ka edhe shumë më mirë, personalisht. Dhe dojet kisha arritur më shumë. Po çfarë është ajo gjë që ti nuk e arritet dot edhe që do të bëj? Pjesa e studimeve. Po, rezultatet do doja të ishin më të larta, të paktën me pritshmëritë që kam me veten time. Janë takuar 10.0 e kam pasur, domethënë vitin e kaluar. Dhe këtë vit, kam disa nënta aty që nuk më pëlqejnë, dua që të rregullohen. Po ti? Se tha dhe kryeministri, si mund t'jesh pa një nëntë, tha. Kështu që nuk kuptohen shumë nga masa ekselentët, s'kuptohen as nga kryeministri. Po, nuk e mendoj se është një dështim, se nuk dua që ta përjetosh të tillë. Sepse kjo frika e dështimit shoh që është presioni më i madh në një moshë të caktuar. Tani, 10.0 apo, nuk e di, 9.99, nuk më duket ndonjë diferencë e madhe. Rëndësishme është që ti dijen e merr për veten tënde dhe nuk e merr thjesht edhe për një notë, okay, rezultatet janë të rëndësishme patjetër, por që s'ka arsye për ta ndjerë si dështim. Këtë e ke këshill, falas. Falenderoj. Unë mendoj se ne të gjithë duam atë perfeksionin, të arrim pra perfeksionin më të mirën të mundshme, po pse e doni këtë perfeksionin kaq shumë? Kush ua kërkon? Prindrit, vetë ju, presionet e jashtme, shikoni këto rrjete sociale që japin një lloj shkëlqimi krejt fals? Është edhe ai shkëlqimi i rrjeteve sociale, por do thosha që këtë perfeksionin e kam më shumë me veten time, pra kam atë dëshirën që të dalë sa më mirë që t'jetë e mundshme, edhe le të themi në një mënyrë ti të kaloj të tjerët, pra dua thjesht që të kem atë imazhin tim. Do të ishe para ti? Po edhe dua. Nuk është keq. Ambicia e shëndetshme është gjithmonë e mirë. Po keni presion nga familja për këtë? Jo. Fare. Fare. Po do mërziteshin ata nëse ju do kishit rezultate dobta?
Mendoj se do prind shqiptar mesatar mërzitet kur shef që fëmia vet nuk del mirë me mesatarin e tyre ose me notë. Prindrit e mi do mërziteshin vetëm sepse do më shihnin mua të mërzitur, se unë përlotem shumë shpejt. Kur merr në 9 besoj. Po, edhe mërziten me të vërtet shumë. Do me thënë, sepse i përjetoj shumë, unë e di që e kam kapabilitetin për ta bërë dhe më vjen shumë keq për pjesën që pse nuk e bëra. Pse nuk arrite? Po, pse nuk arrita. Kur e di që mundem. E ka mësuesi që s'të kam dhënë? Jo, asnjëherë, sepse e di që problemin e kam gjithmonë te vetja dhe mundojmë që gjithmonë ta gjej tek vetja këtë. Edhe nëse për shembull në një provim rezultati im nuk është maksimal, kur shkoj në shtëpi, shoh aty ku kam dalë jo ashtu siç duhej dhe i përsëris nga e para derisa ti fiksoj, sepse unë e di, siç e thash dhe më parë, e di që mundem. Po pas takosh, i mban mend ato që i ke mësuar përmendesh? Nuk mësojmë përmendesh. Jo? Jo. Para prive. Mirë, pra ky është plani që ju... Po të jera si kishe bilancin? Unë këtë vit jam shumë e kënaqur me veten time, pikës pari sepse kam ndryshuar nga ana e brendshme dhe jo nga jashtmja. Çfarë ke ndryshuar? Mendoj që kam punuar shumë me veten dhe jam bërë njëri më i qetë, më optimist, kam qenë gjithmonë deri diku optimiste, po këtë vit i kam marrë gjërat më qetësisht, edhe suksesin e vërtet e kam arritur në momentin që e kam parë çdo gjë e kam marrë më me pozitivitet, më me qetësi. Suksesin më të madh e kam arritur me veten time, me punën që kam bërë. Pastaj nga pjesa e rezultateve kam dalë shumë mirë, jam shumë e kënaqur nga vetja, sepse kam punuar. Dhe edhe përveç mësimeve, jam e kënaqur me leximin, me hobit që kam ndjekur, me kënaqësinë që kam ndier. Pa çka se do doja shumë që këtë vit të reduktoja kohën në rrjete sociale dhe të ndiqja më shumë hobit. Lexoni të treja përtej detyrimeve shkollore? Po. Çfarë lexoni më shumë? Çfarë letërsi? Një ndër autorët e preferuar është Dostojevski. Kam shumë qejf Dostojevskin. Bravo. Idioti është një ndër librat që, nuk e di, Lev Mishkin është personazhi kryesor i Idiotit dhe më ka afruar shumë me veten. Sinqerisht. Është libri i fundit që ke lexuar? Jo, nuk është i fundit, por që është një ndër ata libra që kam lexuar verën e 2024-s dhe ka qenë një libër... Që ka mbetur në mendje, pra që të ka impresionuar shumë. Unë lexoj më shumë, kam lexuar romane, po kohët e fundit jam futur psikologjisë, romaneve psikologjik, dhe më së shumti kam filluar të lexoj veprat e George Orwellit. Në verë lexova 1984, në mos gaboj, po, dhe më ka lënë të habitur mënyra se si ai analizonte personazhet, situatat, edhe na bënte të kuptonim se mesazhi im kryesor që mora aty është mënyra më e mirë si të mbash një të burgosur të tillë, është të mos i tregosh që është i burgosur. Pra në momentin që ne nuk e dim që jemi të burgosur, nuk kemi çfarë luftojmë. Është armik i padukshëm dhe mësimet që unë kam marrë nga ai libër ishin vërtet të paharrueshme. Po ashtu edhe emocionet që ndjeva aty. Po sepse hapet gjithmonë kontakti me diçka të re, është një tronditje shumë e bukur intelektuale dhe ti nëse të shtohet uria për të lexuar pas një libri do thotë që libri ka arritur qëllimin. Do lexoni edhe gjatë pushimeve? Po. Sinqerisht mezi përprisa pushimet që një nga gjërat e para që unë të bëja ishte që të lexoja librat që kam aty në listën time, se përveç librave klasik më pëlqen shumë që të lexoj dhe libra anglisht, pra të merrem më shumë dhe me këtë epokën e re të librit, le të themi, por më pëlqejnë dhe shumë librat klasik, ku autori im i preferuar është Albert Camus. Kam lexuar disa libra të tij që më pëlqen shumë mënyra se si ai i shtron personazhet. Cili të pëlqen më shumë nga librat e Camus? Më shumë më pëlqen I Huaj. E di që është pak libër bazik ose klasik, le të themi se e kemi edhe në maturën shtetërore, po prap më pëlqen më shumë mënyra se si mendon Mersoja, pra tregon shumë atë pjesën e absurdizmit dhe se është pak e trisht të them që asgjë nuk ka kuptim, po thjesht mënyra se si i shtron ai gjëra dhe si e merr jetën. Të goditi fjalia e parë e librit? Më goditi, ishte vërtet, domethënë, ishte shumë
e rëndësishme dhe kryesore rreth personazhit të Marso, se ai e nis librin e parë me mamaja vdiqë sot apo dje, nuk e jam shumë i sigurt, sepse është thjesht ajo ideja që ai aty e kishte fikur mendjen e tij. Nesër mamaja vdiq sot. Mamaja vdiq sot, se ai e kishte, le të themi, e kishte fikur mendjen e tij, nuk dinte çfarë të mendonte, nuk dinte çfarë të ndjente dhe gjithë ato aktet e tjera që vinë gjatë librit janë si pasojë e këtij lloji të menduarit, ose kur thoshte e zem që u qëva sot në mëngjes, por jo nuk nga mëngjes se nuk ndjesha si kur doja të zbrisja poshtë, ishte shumë... Më falj, një pyetje... Do bëjmë një emision për letëristik, dhe ta mbyllim, po. Një pyetje që më... Dhe të thoja vetëm, Alesia, që të huajin nuk është hera e parë që të ta lexosh. Jam e bindur që gjatë jetës tënde do t'i rikthehesh dhe sa më shumë, çdo herë që do ta lexosh ndryshe dhe do të pëlqejë akoma më shumë. Dhe mbase nuk ishte termi i dur, po nuk është libër bazik. Është një nga librat më të jashtëzakonshëm të Camus. Një pyetje që më lind natyrshëm sa dëgjoj autorin George Orwell, e ke lexuar Fermën e Kafshët? Dje mbarova. E mbarova dje. Dje e fundit. Vajza, jo tani librat, do t'ju marr se do diskutojmë prap librin dhe do t'ju ftoj sërish që diskutojmë se më pëlqeni shumë që lexoni. Një urim keni për vitin e ri? Çfarë doni ju për veten tuaj në 2026 dhe ta mbyllim? Shpejt e shpejt. Do doja që të arrija gjitha dëshirat e mia, e di që nuk është e mundur që ti bësh të gjitha, po me vërtet nëse ti e vendos mendjen tënde, ti mund t'i bësh gjitha dhe nuk ka asgjë që është e pamundur. Kështu që shpresoj është mentaliteti që na duhet. Jam shumë e fat që kam njerëz që i dua me zemër në jetën time dhe që i ndjej aq të afërt dhe janë aty për të më mbështetur gjithmonë. Edhe një mesazh mund të ishte thjesht të duroni sa më shumë dashuri dhe falenderoni Zotin, falenderoni veten tuaj çdo ditë, po. Mesazhi im është për veten edhe për të gjithë njerëzit e mi të dashur, u uroj lumturi dhe shëndet që janë parësoret, sepse suksesi vjen nëse kemi shëndetin dhe lumturinë, dhe po ashtu një urim është të falim dashuri dhe të kemi fjalë të mira. Nuk kushtojnë as pak, po nuk e dim kur se çfarë po kalon personi përballë. Një fjalë e mirë mjafton dhe mund t'i ndryshojë ditën. Nuk e di, është brezi që mua më impresionon çdo ditë, jam shumë e lumtur që flas me ju. Faleminderit që ishit në program, do të kemi mundësi që të takojmë edhe herë të tjera. Ndërkohë ne do të ndjekim një material dhe kthehemi më njëherë me panelin e dytë, qëndroni me ne. Nata e ndërimit të viteve festohet në të gjithë planetin dhe është një fest që bën bashkë anëtarët e familjes dhe njerëzit më të dashur. Njerëzit në anë të ndryshme të botës festojnë këtë natë në mënyra të ndryshme, por të gjithë besojnë se dëshirat e tyre do të realizohen në vitin që pason. Në Shqipëri, kjo datë, mesnata që ndan vitin e vjetër me atë të ri, më shumë shijohet prej të rinjve. Po si dhe ku do të festojnë ata këtë vit? Ku do e festosh vitin e ri? Këtu në Tiranë. Po me familje. Do dalim, kemi ardhur nga Greqia në fakt. Kam marrë me nusën, edhe do e festojmë këtu. Këtu do ta festoj. Vetëm apo me familje? Vetëm fare sepse jemi në punë. Çfarë do bësh? Do dalësh? Do e festosh jashtë? Me shumë se do rrinë në shtëpi atje, do shikoj në një film vit i riu edhe do e festoj shumë mirë kështu. Këndshëm madje. Me familjen, edhe me shoqërinë. Çfarë do bëni? Do dilni? Po, do dalim mbas darkës. Vitin e ri, kismet në Prishtinë. Na sot jena orë për vizitë në Tiranë. Edhe do e festojmë në Prishtinë. Do e provoni ta festoni një herë këtu në Tiranë? Nuk e di, është hera por që vinë Tiranë. Shumë prej të rinjve të cilët e festojnë natën e ndërimit të viteve apo edhe festat e tjera në këtë fund vit, zgjedhin të kalojnë me miq dhe shoqërinë e tyre kryesisht në ambientet me muzikë, po ashtu edhe aktivitetet dhe koncertet e organizuara prej autoriteteve vendore janë një prej festimeve më të preferuara të moshave të reja, të cilët dëgjojnë lidhjet e dashur dhe rrisin pritshmëritë e tyre për të ardhmen. Jemi kthyer në studio me panelin e dytë, diskutojmë për festat. Kam kënaqësinë të prezantoj Ilir Dushkaj, sipërmarrës dhe pronari një lokali në zonën e ish-bllokut në kryeqytet. Faleminderit që erdhe, kënaqësi shumë për mua. Irena Shanaj, psikologe. Irena, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Dhe Klevis Mehaj, gazetar. Klevis, faleminderit që kënaqësi. Mirë se erdhe. Tani, ju ishit pak prezent në panelin e parë, duket se ka një entuziazëm, po edhe shumë reflektues mosha e re. Ajo që bie në sy është kjo ideja se si është e mundur
që njerëzit janë në një gjendje emocionale të njëjtë të gjithë në fund vit. Tani, është i vërtet ky entuziazmi i gëzimi apo ka dhe pak hipokrizi, apo presion, apo një detyrim që duhet ndihemi të gjithë lumtur dhe ta mbyllim vitin me këto emocionet pozitive? Masa është edhe pak tradita, do të thonë që ne mësoj që në fund vitit është kjo energjia e mirë, është edhe kjo provokimi pastaj edhe nga këto drita që ne shikojmë në përditshmëri, atë biseda që bëhen, që çfarë dhuratë çdo marrësh, çdo bësh, edhe ato festat e kompanive, festat që organizon, pra, kështu që kjo është e gjitha pa dashje hyn në një atmosferë tjetër, që është atmosfera pozitive e fund vitit. Pastaj ka edhe Grinch që nuk duhen ta festojnë. I kap depresioni, në fund vit mërziten shumë. Po më duket dhe naturale kjo, ndonjëherë mund të ta japi dhe efektin e kundërt, jo e pakuptueshme, edhe pse në fundit viti sido që shkon, në fundin e tij e ke këtë mundësinë që ndihesh pak më mirë. Unë jam nga ana pozitive gjithmonë. Të gjithë duhet jemi pozitivisht, fakt as më tepër për festat e fund vitit, kur jemi mësuar dhe nga traditat familjare që të mblidhemi gjithmonë me njëri tjetrin. Duam apo s'duam se s'bën do mblidhesh tek ajo tavolina, do hash, do bisedosh, do bësh gëzuar, do flasësh, do pish pak alkool, do pish pak ose shumë alkool, se ka edhe nga ata që ndoshta e teprojnë, por një herë në vit, si thon asaj fjalës, edhe falet kjo gjëja, por mos të teprohet. Unë do thoja, ndoshta duke marr pak indicia Njola edhe nga paneli i parë që ishte këtu, për atmosferën që po krijohet për festat e fundvitit, për Krishtlindje, për Vitëri. Kam përshtypjen që pas Covidit, secili prej nesh ka pësuar ndoshta në thonjza, do e thoja këtë, një shok emocional në mënyrën se si ne duhet ta trajtojmë në radhë të parë veten, por edhe të tjerë që na rrethojnë. Në kuptimin e ndërgjegjësimit ka një vetdije më të lartë. Ka një vetdije më të lartë, edhe normalisht duke marrë parasysh se ne kaluam një izolim, jo vetëm ne, po e gjithë bota, edhe përjetuam në formën më të keqe të mundshme, kur domethënë ndoshta nuk dia duhet ta them këtë, por efekti i pandemisë më duket shumë i gjatë për po, edhe sipas një studimi të OBSH-s që e kam lexuar diku, besoj një javë më përpara, ende domethënë janë pasoja që ne i vuajmë edhe në ditët e sotme. Pastaj ka të bëjë edhe me pjesën tjetër, kur ne më fal? Konfirmoj. Okay. Është alarmi i OBSH-s pas pandemisë së Covidit, është pandemia e shëndetit mendor dhe është më së aktualizuar në ditët e sotme. Jo vetëm në Shqipëri, në rang global, është problemet e shëndetit mendor kanë qenë të masivizuar atejet dhe në rritje. Pastaj ka të bëjë edhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe ne e kemi harruar, që të dimë të japim dashuri për të tjerët dhe për ata që na rrethojnë. Shpesh herë duke marrë parasysh ndoshta edhe rutina e përditshme, padyshim, secili prej nesh ka punë, ka angazhime, ka lodhje, ka mërzi, ka stres, por kur vjen momenti për të ndjerë mirë dhe me të tjerët dhe për të dhënë tek të tjerët, se ne zakonisht jemi edhe si shoqëri duam që të marrim më shumë prej të tjerëve, fatkeqësisht kjo gjëja dhe prandaj nuk jemi të plotësuar, po prandaj nuk jemi të plotësuar dhe prandaj është kjo një ndër arsye që ne ndoshta nuk e kemi atë atmosferën e festave si dikur. Unë mbaj mend kur isha më i vogël. Tani është pak e trishtueshme, Klevis. Është shumë. Që një 15 vjeçar, siç ishin vajzat këtu, nuk e ndjem atmosferën. Domethënë 15 vjeç u mbaj mend që festoja një muaj përpara. Po shiko, ne dikur vërtet festojmë një muaj përpara sepse prisnim që të na vinë në fund viti që të merrim dhuratat. Tani unë shoh edhe nga gocat e mia, ato kanë dhuratat kur e duan. Pra ne prisim atë lojën, çfarë lojë do kem këtë fund vit. Ndërsa sot të gjithë kalamajt, flas për kalamajt, gjërat i duan i kanë në përditshmëri. Po ashtu edhe neve, ne prisnim atë darkën e fund vitit që të kalonim, që shikonim atë shfaqjen në televizor, që të mbledhim familjen, që të hanim atë gjelën e deshës, ushqimet që nuk i kishim gjithë vitin. Ndërsa sot ne atë kemi në përditshmëri. Kështu që kjo është, mendoj, ajo që ndaj s'kan entuziazëm. Tashmë ka një mbingopje dhe një ekspozim shumë të lartë, shumë të lartë. Edhe gjërat bëhen për Instagram dhe për rrjetet sociale. Gocat më përpara ndoshta nuk e thonin edhe shumë, ndoshta edhe për shkak ose nga frika për gjykimit që mund të kenë në shoqërinë e tyre. Por unë jam i bindur dhe e kam dhe të faktuar edhe me nga njerëzit që rri dhe me miqtë e mi që shpesh herë nuk po them në darka festive, por në daljet e shumta bëhen ndoshta edhe sa për një reels në Instagram, një foto, shiko sa mirë ne po kalojmë dhe harrohet të shijohet emocioni, harrohet të shijohet ajo biseda që po bën me atë person. Ju jeni edhe sipërmarrës dhe keni parë pafund tipologji të ndryshme njerëzish kur ulen në lokal dhe nuk ndrojnë asnjë fjalë me njëri tjetrin përpos
me kamarierin që qa porosie do marrësh. Kjo është shumë e trisht. Është shumë virale ajo momenti kur këto bëjnë atë foton ose videon e grupit të tavolinë se janë gjithë të lumtur. Pastaj sa po marrën kjo foto janë kështu pastaj secili për veten. Secili duke e postuar për veten e vet. Domethënë sa më larg rrjeteve sociale, është problem edhe mosha më e madhe se sa ne, se tani kanë filluar edhe jo të gjithë nuk hap dot rrjetet sociale sepse vërtet të gjithë janë në të njëjtën atmosferë, të gjithë janë në një lokal, të gjithë duke festuar, të zbukuruar. Rrjetet sociale janë realisht po krijojnë, po nxitin, po amplifikojnë gjithmonë më shumë atë festën perfekte, dukjet perfekte. Sikur ndonjëherë mund t'japi sikur të zë ndonjëherë, duket sikur ti s'ke dëshirë të festosh duke parë vetëm të tjerët. Ose duket sikur si e lumtur fare. Japi një iluzion, krijojnë një iluzion të rrem, një iluzion lumturie. Të rrem, pra një lloj presioni për të dukur të lumtur. Çfarë i ndodh njeriu në fund vit? Se në fund vit duket sikur ndahen vetëm në dy pjesë, ata që janë të trishtuar ose reflektim dhe ata që thon kush e di, viti i ri. Fund viti shoqërohet me emocione të përzjera. Aty ku ka gëzim, ka entuziazëm, ka fest në shpirt, ka zbavitje, ka edhe gjenerohet edhe shumë ankth për fillimin e ri, për të papriturat që vinë, ka shpresë për mundësitë e reja që vinë, ka vetmi emocionale, ka ndjenjë boshllëku emocional, ndjehet një zbrasti. Një janari është të analizuar më shumë, momenti që mbaron gjithçka. Dhe në fakt, fund viti duhet të shërbej, duhet të jetë një periudhë për reflektim, për të bërë atë bilancin e heshtur të vitit, për të bërë atë punën e thelluar të vetes, për të qenë i ndershëm apo e ndershme dhe në një bisedë të sinqertë me veten. Për më tepër pushim, edhe në ditë festash. Është më mirë pushim, është më mirë thellësi, është më mirë qetësi. Se sa ky standardi i rrem i kësaj të qeshurës, së ekspozuar, i kësaj dukjes shumë të lumtur, i këtyre postimeve shumë të bukura, gjithë shkëlqim, gjithë drita, gjithë alegri, gjithë energji pozitive dhe perceptohet si i tillë nga individët që janë para ekraneve, e gjejnë veten me ndjenja pamjaftueshmëria, e ndjejnë veten të krahasueshëm apo të nënkrahasueshëm. Kjo është ajo pjesa që shmangim dot në sensin sociale janë aty. Po amplifikohet një standard i rrem, i idealizuar i festimeve. Scarlett Johansson tha që unë nuk jam në rrjetet sociale sepse unë jam e brisht. Unë nuk rri dot të shikoj jetën e të tjerëve se sa të lumtur janë. Nuk e kam as ndjen xhelozia, po thjesht më bën dëm, jam fragile, tha, dhe nuk kam. Pra një farë mënyrë njeriu duhet ta ndjehem e nxitur, e ndikueshme. Merr një vendim, aq sa diçka që të bën dëm nuk duhet ta bësh. Kjo është. Po në fakt shpesh për fat keq shumë njerëz që nuk janë aq prezent në rrjetet sociale, nganjëherë edhe pa dashje, ti mendon që nuk janë të lumtur. Por kjo është për faktin që ne shohim kaq shumë njerëz që janë gjithmonë të lumtur. Pra ti hap rrjetet sociale dhe shikon njerëz që janë të lumtur, kanë festa, janë veshur bukur, udhtojnë pafund. Pastaj mund të jetë një udhtim që ka bërë në një vend, ka ndrum brenda 5 orëve 6 fustane për të bërë një lump foto të ndryshme që të duket. Që edhe ti ndjesh nganjëherë i paralizuar, thua. Po pse unë punoj kaq shumë, po pse unë bëj kaq shumë, edhe jetoj, shikoj, po në fakt, po hyre brenda me analizë, po i njoftë të njerëz nga afër, nuk është ashtu siç duket nga Instagrami. Por jo të gjithë kanë i njohin këto, edhe me vërtet atë një farë ndjenje negative që sa pak vle kam unë në krahasim me të tjerë që të rrethojnë, kur ato janë gjithmonë janë gjithmonë multime, janë gjithmonë bukur, në luks, pra kjo të bën çik që të ndjesh edhe inferior, edhe Scarlett Johansson ka drejtë kur thotë shiko, unë mua më pëlqen më shumë rrjetet sociale e verem nga vetja ime. Unë nuk pjesën më të madhe të atyre që unë postoj
janë gjërat e punës time. Kur punoj aty te arat, te lokalet, natyren, kur shikon të tjerë janë kështu, makina, udhëtime, fluturime, gjëra, thu. Muzikë, klabe, unë prapë një vetën time. Unë them kur flen, kur si përballojnë. Mendoj që ka një lloj luftet. Pra se cili ka një objektiv përballë te Instagrami i tij që do të tregojë më shumë se sa ai. Edhe kjo na ka marr. Në fakt, nëse dikush nuk e ndjen presionin për të postuar dhe që jeton atë jetën që ai është më i lumtur. Po patjetër. Presioni vjen momenti kur ti nuk je shumë. Sepse fokusi është tek përjetimi real, jo tek demonstrimi. Personalisht, jeta ndryshon kur bëhesh nën në mënyrë dramatike. 500%. Përpara se të bëhem nën, për mirë. Punë, udhëtime, do të thënë kisha një jetë shumë aktive dhe shumë përmbushur dhe nuk postoja asnjë foto. Dhe shumë mirë. Bëhem nën, ritmi, shtëpi, punë, një makinë, ktheva në një robot, kur tak një moment më vjen një dëshirë të postoj një foto. Në kuptimin që aty e kuptova dhe e ndjeva vërtet në lëkurë që dëshira e madhe për të treguar të tjerëve vjen vetëm kur ti nuk ndihesh mirë, kur nuk je i përmbushur sa duhet. Është vërtet. Se paktën mua kështu më ndodhi. Pra thua që ke nevojë ta marrësh si jashtëmi atë vlerën që nuk e ke, nuk e gjen së brendshme. Ishte një moment vulnerabël i imi, që patyshim që u menaxhua etj, po më erdhi. Po kështu vjen, pastaj ngjet se ç'bën. Nevoja për miratim, nevoja për të vënë re, nevoja për të qenë i konsideruar. Sepse mbasi ishte kjo ideja që nuk jetoja, nuk... Jo, kam përshtypjen që nuk është për të vënë re, se nëse poston një foto sot dhe pastaj pas 3-4 muajsh poston një tjetër, është e dukshme gjatë që ti nuk do që të dukesh edhe të marrësh vëmendje në rrjetet sociale. Unë jam vetë një person i tillë, pavarësisht se punoj prej vitesh në media dhe në televizion, edhe me personazhe të cilët shumë persona ndoshta që po më ndjekin tani do kishin në thonjza ëndër për të bërë një foto me të, dhe unë nuk i kam këto lloj gjërash, sepse puna është punë, unë punoj në këtë lloj fushë dhe nuk është ndonjë gjë shumë e madhe që ti ta ekspozosh që kam bërë foto me një X apo Y këngëtar që shumica e adoleshentëve sot çfarë nuk japin për ta bërë një gjë të tillë. Ideja është se ne sa të lumtur ose jo të lumtur, se ndoshta është një term shumë i madh, por sa mirë ndihemi dhe të përmbushur, ndihemi për ta bërë një gjë. Ishte shumë e drejtë që tha zotëria edhe pak më përpara, shkoja tek arat, isha në natyrë, gotën e verës që mund ta ketë shijuar në natyrë nuk e shijon kurrë në një klub. Nuk e shijon në asnjë lloj momenti, sepse ti normalisht aty ke zhurmë, ke tymin e cigares, ke persona që të bezdisin rreth rrotull, se akoma është ajo mendësia, shiko çfarë po bën tavolina tjetër dhe të hedh një fjalë apo siç thonë çuna tani të ca grepa ande këtej. Kështu që ti nuk e shijon dot. E rëndësishme është që ti të përmbushesh, pastaj se çfarë mendon bota, kujt intereson në fund të ditës. Por në momentin që ti ke edhe një mesazh për të dhënë, se ka për shembull influencera se ndoshta do më kthehen kundër tani, por nuk është problem, ka persona të cilët vërtet influencojnë në mënyrë të mirë, të mundshme. Për shembull, unë shoh shumë Po ndjejnë ata përgjegjësinë e postimeve të tyre, ka dhe të papërgjegjshme. Uroj që ta ndjejnë, por flas për figura që janë vërtet serioze dhe kanë një format vërtet të pëlqyeshëm edhe nga masa, por edhe në kontentin që ata përcjellin. Të paktën unë si gazetar dhe edhe si skenarist në shumicën e rasteve mundohem gjithmonë që çdo lloj gjëje që bëhet të ketë një kontent të caktuar, që në momentin që audienca të marr, të paktën të ketë atë esencën e duhur për përditshmërinë e tij apo të saj. Unë shoh shumë influencere, në thonjza influencer apo VIP, që japin këshilla se si ti jesh një mamje e mirë apo se si të prindërosh bukur pas të lindurit një fëmije. Dhe shpesh herë, në momentin kur diskutohen në panele me ekspertë të fushave të ndryshme, dalin shumë gabim. Në mënyrën se si ato e drejtojnë për shembull masën apo një person, një vajzë e re që po bëhet nën për herë të parë. Kur jep drejt për drejt apo bebe apo një fëmijë që ka një problem, megjithatë për të kthyer tek jeta e natës. Shënohet kulmi në ndërimin e viteve në jetën e natës, Liri ti ke bërë dhe një zgjedhje që është pak kontradiktore me lokalin tënd dhe kemi ditur shumë njerëz. Unë jam gjithmonë ndryshëm herë për mirë. Se i vëçel si lokalit natën e vitit të ri. Po më thënë drejtën. Gjithë të rinë dalin dhe rinë deri në 5 të mëngjesit. Për të dhënë mundësi bashkëpunëtorëve të mi që të festojnë. Wow, dhe këtë ta bësh vetëm ti. Për të përgëzuar. Shumë e bukur. Po pse? Na fol pak sinqerisht, nuk ishte aq i madh fitimi? Jo, fitimi
datës 31 ose i bje tamam datës 1 në gjesa shu hapën pas orës 12, është vërtet shumë i lartë. Sepse ka flukset më dhaja, njerëzit janë të euforia darkes që nuk bëjnë llogaritë në shpenzime. Është si kur shkoj me pushime, që ti ke marrë të lekë dhe i shpenzosh. Bravo, atë është funksionon. Pak është natyra edhe lokaleve të mia edhe imja, që nuk dua të shfrytëzoj një natë. Pra se i bie që ato 364 ditë të tjera, pas e do jem një dikush tjetër, së bëj dot. Kjo është një arsye, pra nuk dua që ti mbledh lek për një natë. Por kam bërë re që të gjithë ato që punojnë lokale ka një mungesë qëndrimit me familjet e tyre. Sepse është vetë puna tillë, pra duke filluar nga unë i pari. Edhe unë gjithmonë e kam vujt këtë pjesën e datës 31. Duke ardhur nga një vend i vogël që ishim të prisnim të gjithë fund vitin, domethënë që të mlidheshim bashkë, edhe kur ika jashtë ishte punë, sepse unë kisha shku për të mbledh lek. Përveç që të mbledh eksperiencën, edhe e ndjeja të mungesën e natës 31. Pastaj vërtet një farë piket mori ritmi edhe humba, por që nuk dua që bashkëpunëtorët e mi të kenë të njëjtën fat, domethënë. Pra unë jap mundësinë edhe kam bërë re që ato janë i pjesa më atyre nga rrethet. Edhe ato janë të lumtur që shkojnë të festojnë me familjen e tyre. Mbas ato se dinë, mbas ato se ndjejnë këtë gjë. Po që unë brenda me një fjalitë të gjatë vitit fitoi mjaftueshëm sa nuk dua të kem ato fitimet e një nate, por është kulmi në Patjetër që është kulmi, Pra është nata më fitimprurse e vitit për ato që bëjnë atë format lokale, sepse ka dhe lokale, ato lokale kafeterit edhe këto që nuk ndikon. Por të lokalet që bëjnë jetë natë, është nata më të ardhur. Levis, pjetë shumë alkohol dhe të rëgo ku ishe mbrëm, se dukesh nga sytë që ke fjetur në orën 5 mëngjesit. Po, edhe, do më thënë shushy që më doli gjumi për ta të emisioni. Më shumë për shaka. Unë mbrëm festova me thënë të drejtër me miqtë e mi, edhe bërë edhe ti pjesë po, pa tjetër që po. Mentalitetit. Shiko, është mirë që njeriu të ndryshoj, do më thënë, është mirë që nga një herë, nuk e di se sa, është mirë që të dalë dhe në thojza të harbohet, po them edhe ta shijoj jetën e natës edhe ndoshta të kujtohet edhe pak më përpara dhe një natë është ajo në fund të ditës, por nuk duhet tepruar me thënë të drejtën. Unë jam kundër tepritses në çdo lloj gjë, jo vetëm te pirja e alkoolit apo tek jeta e natës. Se mbaj mend edhe unë kur kam qenë 18 vjeç dhe u largova nga familja, kur erdha në Tiranë më duke shumë gjëra ndryshe, më duke jetesa ndryshe. Unë vija nga një vend i vogël ku ne bënim ato mbrëmjet me miqt, i bënim në orën 12 të ditës, edhe na duke domethënë sikur çfarë po ndodhte me ne, dhe kur erdha këtu shikoja një gjë komplet ndryshe, jeta natës, larmishmëria, njerëz shumë, edhe bloku pastaj që ka qenë një ndër locationat më të frekuentuara. Nuk zgjat shumë që edhe kjo gjëja e madhe të bëhet shumë e vogël pastaj. Patjetër, unë për shembull mund dal një maksimumi le të themi 3 herë në vit për të bërë një jetë natë për të festuar. Shumë pak. Shiko, ajo ti në fundit socializon, kur del në darkët, nuk është të thënë që ti do të dehesh çdo natë. Po bëj një ndryshim nga përditshmëria me ato muhabetet e punës, edhe në një ambient pune, ndërsa ajo e dalën në darkë, që mund të jetë i herë në javë, i herë në muaj, s'ka rëndësi, por ti e vjen në re që ti ke më shumë informacion edhe për të nesërmen në punë pastaj. Se ju harroni nga herë nga ju gazetarë që rrinim të ajo sfera juaj, rrinim të mbyllur, bëni të njëjtat muhabete gjithmonë. Jo, dilni që të merrni edhe informacion më shumë. Pos profesione kemi dhe mision se na duhet të krijojmë çdo ditë. Edhe kjo kërkon kohë, Megjithatë, mua kjo kultura aperitivit që kanë vendet e tjera europiane është më funksionalja për mua si natyrë. Pra, mbas punën, nëse unë pi një gotë dhe bëj një pauzë dhe flas me shoqe apo shok në një lokal, pra ndaloj para se të shkoj në shtëpi, qoftë edhe një orë, mua më ndryshon totalisht ditën, do me thënë më jep tjetër energji. Tjetër vibe. Më shumë se sa një dalje shumë organizuar me këto saltanetet dhe veshje stakat e tjere. Kjo është arsyeja. Po, sepse ti e shijon vërtet. Ati shijon atë mikeshën, atë mikun, atë kolegen, ndan ato mendimet e ditës. Prandaj aperitivi nuk është thjesht të konsumosh alkool. Është konsumosh miqësi, shoqërinë. E lidhur pastaj e gjitha, energjia që merr nga një gotë verë, miqësia, edhe
shkëputja nga Por dhe një gotë të vertë dhe shumë më kollaj se sa pa i gotë verta. Merë një knasi tjetër, se ashtu mblidhem dhe unë, për dreka, për darka, ndoshta prenotojmë dhe një dhomë prive për që ndoshta dhe pak më largë ambienti që mund të jetë i formuar dhe për të biseduar, sepse, si që thashtë edhe më përpara, ka shumë të bëj komunikimi mes njerëzve, sepse shumë herë duke u marrë me këtë telefon, duke u marrë me këto rrjete sociale për të publikuar që të më shikoj fisja apo të më shikoj shoqëria se çfarë po bëj, shikoj se unë jam më i mirë edhe unë po festoj dhe ndërkohë ti je shumë i mërzitur dhe shumë i zymt në jetën tënde, e rëndësishme është të komunikosh dhe të flasësh për ato që ti ndjen. Dhe prandaj ndodh që ne nuk postojmë shumë në rrjetet sociale. Pastaj për dal tek puna juaj, se unë e kuptoj shumë mirë që jeni sipërmarrës, edhe normalisht do e vendosësh tekstin te kjo dhe shumë mirë madje edhe sa më shumë festa le të ketë, por jo në teprit, sepse një person që bën jetë nate, po e drejt, ndjes ndoshta lapsus, një person që bën jetë nate rregullisht gjatë gjithë muajit, kam përshtypje që nuk është se ka shumë benefite të mira. Logjika ime, duhet konsideruar edhe ajo që tha Njola, që ti del edhe pi një gotë edhe ndal me shumë mendimet e tua se sa pin gotë alkoolit. Kjo është logjika, pra ndryshimi i ambienteve, sepse ne shkëputja nga rutina e ditës. Në punë edhe në shtëpi. Pra edhe ndan këtë me një është një pauzë vogël. Pauzë vogël që të jep energji për të filluar pjesën e dytë edhe në shtëpi. Është një nevoje për të ndjerë i shpërblyer në fund të ditës, për t'i dhënë një kënaqësi vetes që fundja. Liri është traditë bëra më të mirën e ditës apo më shumë biznes? Pra ka një lloj stimulimi nga ana e bizneseve? Janë bashkuar bashkë, edhe tradita me biznesin. Siç kemi në Halloweenin që nga një fest fetare ose e huazuar është kthyer në fest botërore për të këtë. Mua paradë më duket, nuk e di. Pak a shumë janë, po paradësh. Pak a shumë janë unifikuar, domethënë, tradita me biznesin. Është ajo adaptimi i shoqërisë tonë që ne shumë gjëra po i kthejmë biznes. Nga herë dhe misit i kthejmë biznes. Edhe idet i kthejmë biznes. Kështu që më shoh shumë njerëz që mendojnë gjithkohës se si të bëjnë me shumë para. Pra kanë aq shumë para sa pusho pak. Ose lo kaq shumë sepse ku do të thonë. Sa më shumë më shumë presion kanë për të bërë më shumë. Po shiko, nga herë është edhe të merr edhe rrjedha, sepse pasi ka njerëz, unë fusë edhe vetëm të këto njerëz që unë ndefrem duke bërë diçka tre. Po e kuptoj që do jap mundësit njerëzve që të punojnë më shumë, pra ka më shumë njerëz që punojnë, ka më shumë njerëz që çojnë të ardhurat e shtëpia tyre, nëse unë nuk jam ai që satisfaksioni është multidimensional, nuk është vetëm ai të ardhurave të tua. Po, nuk është thjesht vetëm për të ardhur personale. Shumë njerëz nuk e dinë që shumë biznese nuk të kthejnë as para që i ke investuar, me thënë drejtën. Por që ti se ndjes sepse ke bërë diçka të bukur që është po e minimizoj, ti ke ble para për të ble bojrat edhe atë të lajën për të bëj pikturë. Që e piktura s'kas nuk e ka kur vlerën e bojrë që ti ke harxuar për të ble. Kosto e asaj është minimale, por vlera qëndron tek tjetër gjë. Bravo, pikërisht, pra në këtë duhet të them që po e minimizoj, pra ti investon diçka, blesh ato gjërat, po që e mbasës nuk shitet kurrë dhe është aty, sepse ti ndjek kënaqësi që e ke bë. Mbasë nuk është as e bukur fare. Por që ti ndjek kënaqësi për në këtë. Sepse ke qenë në një gjendje e frymëzuar. Po, Irena, çfarë këshille do t'ju jepje të rinjve që të jetojnë festat e fundvitit në mënyrë të shëndetshme? Pa entuziazmin e tepruar, pa depresion, pa le të themi reflektime që më shumë bëjnë dëm, të paktën vajzat që ishin këtu kishin një lloj presioni për një frikë nga dështimi, të arrim sa më shumë, si arritëm do të shumë, morëm disa nënta, vitin tjetër dua të kem vetëm 10, të më thënë si ta jetojmë shëndetshëm fund vitin. Pa ndjerë presione, qofshin pozitive dhe negative, por që sepse doja në fakt t'i jepja hapësirën e duhur, një mesazh i të rëndësishëm për të rinjt, fund viti më tepër se sa me festime, me zbavitje, duhet jetë vërtet një periudhë e bukur reflektimi, jo vetëm bërja e këtij bilancit, pra hajde të jemi objektiv edhe kategorik me laps me letër arritjet, mos arritjet, se nuk preferoj të them dështimet,
dhe pritshmërit, objektivat për vitin e ri, presioni që ju shtrejmë vete se çfarë duhet me do e mos të realizojmë dhe duhet jetë një periudhë për të kuptuar mësimet që na rritën përgjatë gjithë vitit, provat, sfidat që ka përcyen. Pra nuk do numërojmë vetëm ato ditët që kaluam, po ja dolëm banë, ja dolëm me sukses. Dhe le të fokusohemi dhe tek forca me cilën i përballuam ditët, kështu që tu kënaqemi këtyre arritjeve të vogla, këtyre gjërave që duken si të imta, të parëndësishme, po kanë qenë këto që e kanë bërë të tërën dhe kanë qenë këto që na ndryshuan dhe na përmirësuan. Kështu që pak më fokus tek bekimet që ne kemi, tek shëndeti që gëzojmë dhe Zoti i bekoftë gjithë edhe ata që ndjehen në vështirësi në këtë aspekt, le të fokusohemi tek sistemi i mbështetjes, tek familjarët, tek fëmijët, tek partnerët, tek miqt, tek shokët, tek kolegët, dashamirës, tek ata që e thonë një fjalë të mirë, që e japin një dorë mbështetjeje, që bëhen zë dhe bëhen kurajo për ne edhe në ditët më të vështira. Mjafton një vlerësim, mjafton që të ndjehesh i konsideruar, mjafton që të ndjehesh i vënë re edhe atëherë kur ti kërkon ta fshehësh veten, sepse është paratia, janë vështirësitë, janë mbi ngarkesat që të kanë lodhur emocionalisht, të janë bivendosur vështirësitë. Ta mbyllim me energji pozitive në një kështu që le të fokusohemi tek rritja personale për gjatë gjithë vitit. Ne rritemi dita ditës dhe rritemi në gjitha dimensionet, kështu që ja vlen. Për ta kohë ja dolëm ban, ja vlejti. Kleves, përpara se t'ja përsh edhe ti një mesazh për fundvitin, po ka ndryshuar një çik koncepti tradicional i fundvitit, pra me atë që ti shikon në përgjithësi. Ne folëm për atmosferën, por koncepti i fundvitit dikur, të paktën një dekadë më përpara, ka qenë komplet ndryshe. Komplet ndryshe nga tani. Komplet ndryshe. E kam përjetuar edhe unë, Anjola. Unë kam kaluar të 30-at për ti. Edhe mbaj mend kur ne blinim, kur ne, jo unë do më thënë, po familjarët e mi, prindrit e mi, kur përgatiteshin për festën e fund vitit, do na vi njerëz shumë, shtëpia do t'jetë gati, gjithçka do t'jetë pastruar, çdo gjë në vendin e vet. Pastrimi njerë ka qenë mamaja ime do më thënë pjesa më dramatike për mua. Ishte dhe është akoma, që vazhdon edhe bën akoma këtë lloj tradite, gjithçka do t'jetë e pastër, viti i ri do t'na gjej me gjëra të tilla dhe mbaj mend si thon një shpreh, vinte era mandarina dhe e kuptonim që po vinim festat. Fiks kështu ka qenë, fiks. Është përshkrimi më eksakt. Edhe kurse sot nuk është më. Unë e shikoj edhe me veten time, edhe pse unë tani sot jetoj vetëm, po na vjen era panetone. Nuk është gjë e keqe, absolutisht jo, por nuk është më ajo ndjesia, shikoj se do të vim tek ti për drek ose do vim të konsumojmë diçka. Jo, po secili ato vizitat familjarët që në datën 1 që kartolinat pastaj. Ka që ende i bëjnë Liri, ka që ende i bëjnë. Po shumë e bukur është ajo. Është një traditë se ne ngaherë nga vajza që ishte këtu tha që ne bëjmë vizita dhe shkojmë vizitojmë të afërmit. Shumë e bukur. Ende ruhet. Ruhet deri diku, po pak, unë ndoj pak. Mesazhet e shkëmbyera, dhuratat simbolike, kryesisht me vlerë emocionale. Ka përfunduar koha, nëse keni ndonjë mesazh, po shumë shpejt, një fjali. Art i bardh, plot prosperitet, plot arritje dhe zemra të ndriçuara. Askush mos bëj bilancë, se unë jam shumë objektiv. Nuk ka rëndësi arritja apo dështime, nga çdo dështim ne mësojmë në fund të ditës. Mjafton që të jemi mirë me shëndet dhe të krijojmë sa më shumë rrethe shoqërore ku na duan, i duam dhe ndihemi sa më të sigurt. Dhe kujdesi për familjarët tanë që të kemi sa më gjatë pranë nesh dhe me shëndet. Unë do thoya që njerëzit duhet ta duan më shumë njëri tjetrin. Është sakt dhe le të jemi më të dhëmshur, më të ta duam më shumë njëri tjetrin. Kemi mbërritur në fund. Ju falenderoj shumë që ishit në programin. Faleminderit. Faleminderit dhe ju, dhe takohemi në të tjera programe.